Në kryesinë e kuvendit, konferenca e kryetarëve është zhvilluar mes tensioneve të forta politike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi akuzoi kryeparlamentarin Niko Peleshi për mos respektim të kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pasi nuk përfshiu në rendin e ditës interpelancën urgjente të kërkuar me kryeministrin Edi Rama. Keni sjellë rendin e ditës, por mungojnë dy çështje që i keni detyrim. E para, interpelanca urgjente me kryeministrin. Kjo duhet të ishte pika e parë e rendit të ditës dhe duke mos u përfshirë, ju keni shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. E dyta, është e vërtetë që nuk kemi gjetur konsensus për dy mocionet në konferencën e kryetarëve. Megjithatë, rregulloria ju detyron që kërkesat për mocion të vinë në kuvend dhe të hidhen në votim. Sipas tij, edhe pse Peleshi ka marrë besimin për të qenë kryetar kuvendi, për një muaj po vepron në kundërshtim me kushtetutën. Në vim të mbledhjes, kreu i grupit të Partisë së Lirisë Tedi Blushi kërkojnë që të njëjtën të zhvillohej debat parlamentar për situatën e sigurisë në vend. Akti terrorist i ekzekutimit të gjyqtarit Astrid Kalaja është alarm kombëtar. Kuvendi duhet të diskutojë për këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë, kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla propozoi që në seancën e së njëjtës të mbahet 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit Kalaja që u vra në krye të detyrës, ndërsa demokratët kërkuan që të nisin procedurat për shpalljen e tij dëshmorja dheut.